Mirë, dhe rikthehemi për të folur për rëndësinë e motivimit në punë. Jemi 5 sa për 25 këtu në studio, unë nuk e di se kur do më bjerë radha mua për të folur, unë po marr pushimet, po iki, kështu që ju të vazhdoni vetë me njëri tjetrin këtu, përfitoj nga rasti për t'ju uruar mirëseardhje në studio, Katerina Kallaxhi, konsulente akademike pranë Educational Center, mi mbruan mirë se erdhët, ju falenderoj. Tani si pak nga vajzat përpara, Vera Xhafaj, avokate, mi mbruan mirë se erdhët, ju falenderoj. Pastaj të rridjaftas apo të rrimajtas, për ta mendoj, jo, po rrimajt ku jemi te Vera që edhe ju të mos keni kaq shumë probleme me lëvizjen e objektivave. Besmir Semanaj, apo si e ke theksi? Semanaj. Mire thash, menaxher, mi mbroma, mirë se erdhët, i falenderoj. Elton Ismaili, këshillues karriere, mi mbroma, mirë se erdhët, i falenderoj. Tani, do flasim sot për rëndësinë e motivimit në punë, sepse të gjithë ne njerëzit që punojmë, me përjashtim të meje, se punoj në një televizion publik, ndeshemi për ditë me probleme të tipit gjoba, paralajmërime për përjashtime nga puna, ndonjëherë largime nga puna pa të lajmëruar fare, vetëm një ditë të bukur zgjohesh në mëngjes dhe lexon një mesazh, nuk je më sot në punë. Po në fakt, a kujdesen po këta njerëz për të parë se kush janë njerëzit që punojnë mbi orarin, kush janë njerëzit të cilët rriten profesionalisht brenda vendit të tyre, por nuk rriten asnjëherë në pozicione. Çfarë ndodh me këta? Apo janë njerëz të robotizuar, mekanik që duhet shkojnë të plotësojnë tet orarëshin e tyre të punës, edhe kaq, Katerina. Të bëjmë një ndryshim kësaj radhe në këtë emision tani se gentlemanat? Jo. Okay. Sepse është më afër 8 marsi se sa dita e babait. Kur i bie. Kështu që për këtë arsye do ta nisin vajzat. Sa rëndësi ka motivimi në punë? E di që duket shumë si klishe, po ka shumë rëndësi sepse njerëzit rriten etj, po e kam seriozisht, njëri duhet të jetë i lumtur kur shkon në punë, edhe jo të zgjohet edhe të thotë kush dreqen ikën prapa atje te ferri. Nëse do mendojmë në plan afatgjat, të paktën në aspektin, domethënë menaxherial, në rast se duam që të mos kemi qarkullim shumë të shpeshtë të punonjësve, sepse në fundit kjo është një kosto shumë e madhe, pra po e nis nga fundi pikërisht për të thënë rëndësinë. Pikërisht për të treguar rëndësinë vitale të paturit një stil menaxhimit të tillë i cili është pozitiv, i cili është motivues dhe i cili nuk bëhet shkas që shpesh dhe vazhdimisht punonjësi të dojë të largohet nga puna, sepse kjo nuk është një gjë e mirë. Ndërkohë, e kam dëgjuar shpesh edhe këtë, ike apo të hoqën, nëse dikush ta bën vendin e punës Besmir skëter dhe ti detyrohesh të ikësh, si quhet në këtë rast? Ike apo të hoqën? Me fjalë të zbukuruara dhe që ti bëhet ikja më lehtë dhe në momentin që aplikon për një punë të dytë e quajnë që ika, por realisht në momentin që menaxheri ta bën punën të vështirë, në rast që menaxheri ta nxin ditën, në ato momente kur menaxheri ose dhe kolegët, jo gjithmonë është i thonë që të jetë menaxheri problemi për ikjen nga puna, por kompania, le të themi, e bën të padurueshëm ambientin, për mendimin tim kjo është heqje nga puna. Sepse sikur ka detyrime i punësuari ndaj kompanisë, ndaj menaxherit, ndaj kolegëve, gjithashtu edhe kolegët dhe menaxheri kanë detyrime ndaj këtij personi që t'i zbukurojnë ditën, sepse duke i zbukuruar ditën këtij personi dhe punët do ecin më mirë. Do ecin më mirë dhe për personin në fjalë që merr pagën për atë punë, por jo gjithmonë duhet të lidhet puna vetëm me pagën. Sepse çdo punë që bëjmë, okay, paguhemi, por është dhe pjesa e satisfaksionit dhe pjesa e kënaqësisë që këtë njeri e mban ose e largon. Pra, mund të them s'para ka largime nga puna me dëshirë. Vetëm në raste kur kërkohet diçka. Po, kur kërkon diçka tjetër dhe kur ke përfituar diçka tjetër. Por në momentin që një personi bëhet pyetja ike apo të hoqen, unë mendoj që ky person është hek, sepse përderisa i bëhet kjo pyetje, ky person nuk ka marrë diçka më të mirë. Dhe automatikisht ky person është i larguar nga puna. Elton, në kushtet kur të gjesh një punë në këtë shoqërinë tonë ku sigurisht niveli i papunësisë po rritet, nuk e di, është në ritme rritëse apo zvogëluese, duket sikur është luks që ti të jesh në punë. Dhe për këtë arsye ndoshta ndonjëherë njerëzit janë të detyruar ta bëjnë kompromisin, jo se nuk janë të informuar për të drejtat e tyre, por detyrohen të bëjnë në një farë mënyrë kompromis. Patjetër, ne kemi një terren shumë shkëmbor për sa i përket tregut të punës. Domethënë, këtu është çdo gjë shumë agresive. O tregove bujar, duket thënë shkëmbor, se mbas është malor fare. Shkëmbor me thepa, i thepisur, është një realitet shumë i vrazhd. Unë ndoshta avokatja mund të më ndihmoj më pas, por ndoshta te avokatja nuk vën të gjitha rastet. Ka shumë problematik. Përgjithsisht, pjesa më e madhe e njerëzve largohen nga puna në kuptimin e plot të fjalës, sepse largimi është edhe nëse ti nuk e motivon punonjësin, largim është edhe nëse ti çdo mëngjes, jo vetëm që nuk e motivon, po
do që punë marrësi, do me thënë në këtë rast, ai që ka marrë punën të këty të motivoj ty. Do me thënë është çudi në Shqipëri. Në Shqipëri ndodhin çudira vërtet, e kam thënë dhe herë tjetër dhe unë jam shumë strikt kur flas për çështjet e punësimit sepse duhet ta ndryshojmë të situatë. Pra ti shkon në punë, punëdhënësi e konsideron këtë se po të bën nder që të ka marrë në punë dhe ti duhet të vish i buzëqeshur çdo ditë, ta motivosh atë çdo ditë që të mbajë në punë. Pra, nuk bëhet fjalë fare për motivim. Ne si kulturë nuk e njohim fjalën motivim. Ne motivim quajmë pagën dhe po ta dham atë brenda muajit je i nderuar. Po nuk ta dham, okay, se ta japim muajin tjetër, po sa dham muajin tjetër ta japim herë në 6 muaj, ka raste të tilla dhe ti duhet të vish në punë se s'bën sepse ikën dhe nuk merr as pagën. Pra ka çuditëra në tregu shqiptar. Ndërkohë që këtu mund mos jetë më motivim, po është arsye që njeriu shkon në punë sepse i vjen qeraja, i vjen kredia, i vjen, ndoshta kjo është arsyeja pse paga shndërrohet në motivim. Se s'ke mundësi tjetër për të kuptuar se çfarë është motivimi. Po më vjen keq që Shqipëria po quhet vend në zhvillim e sipër, por kur vjen puna te çështja e punësimit është vendi botës së tretë ende, sepse unë jam i habitur se si trajtohen njerëzit qoftë edhe nga ana emocionale. Do të thonë, nuk është thjesht të vesh në punë, të marrësh një pagën e ta kesh qef atë punë, po dhe si të trajton punëdhënësin. Unë këtu habitem, sepse më bie shpesh të takoj punëdhënës, dhe sa po shikojmë punonjësin, direkt ndryshon fytyra, ngryset, merr atë pozicionin e atij burokrati, autokrati, që ai do të ka të drejtë për çdo gjë, që të ka në dorë jetën, që të ka në dorë jetën private, pse folet ti me punonjësin tjetër jashtë orarit të punës, ku shkove, po si bëre në çiklavde, po se fërkove pa aknakurizi. Për të mos folur edhe për shkelje privatësie, për kamera, për video. Ngacmime, që fatkeqësisht në disa institucione ndodh edhe bestofi i famshëm, pra një në muaj mblidhen të gjithë dhe e prori thotë çfarë ke bërë, çfarë ke bërë. Këto kaq hapur, më vjen shumë keq, por është mirë që ta fillojmë dhe ta themi si është realiteti, dhe mos u drejtojmë gjithmonë te shteti. Privati ka pjesën më të madhe të tortës së punësimit dhe privati jashtë qendrës së Tiranës është shumë i vrazhd. Do të thonë ai ty të kontrollon, ai ty të thotë ti nuk je smur, ti gënjen. Si mund të imagjinohet në vitin 2015 punonjësi atje me temperaturë 39 dhe ti thuhet nga një punëdhënës që s'ka as mjekë në kompani fare, ti thotë ti gënjen se do të ikësh të marrësh ditën e punës dhe të paguash. Do flasim dhe për këto, zguxon të martohesh se të nesërmen duhet shkosh në punë, zguxon të vdesë një person i afërt i familjes, sepse menjëherë sapo të vish nga varrimi duhet shkosh të ndjekësh punën, e të tjera fatkeqësi si kjo. Vera, a janë të ndërgjegjësuar njerëzit për të drejtat që kanë në punë, përveç faktit që duhet shkojnë në punë dhe duhet kërkojnë pagën në datën 1, 3, 15 kur e kanë edhe ca kanë njerëzit të thonë, kanë njerëzit frikë të thonë nuk ri dot pas orarit se kanë punët e mia, se thonë po deshe ri, po deshe ik. Të them të drejtën, kjo temë bisede është shumë e rëndësishme, është delikate njëkohësisht dhe zë pjesën më të madhe të jetës së çdo njeriu, sepse puna është e barabartë me jetën dhe jeta është e barabartë me punën. Në fakt, para se të zgjedhim atë që duam të bëjmë, është një shprehje nga njerëz më të mençur se ne, të cilët thonë në rast se do që gjithë jetën të mos punosh dhe të kënaqesh, atëherë zgjidh profesionin që të bën të ndihesh mirë. Por jo të gjithë kemi luksin për ta zgjedhur këtë gjë. Kështu që duam s'duam, do të përfundojmë në ato vende pune të cilat do t'i afrojmë pak a shumë asaj që kemi zgjedhur. Doja të prekja nga ana tjetër, se këtu dua të dal. Të pavarur ekonomikisht detyrohemi ndonjëherë ta bëjmë. Dua të sjell në vëmendjen e të gjithëve një numër shumë të madh të sapo diplomuarve, të cilët duke mos patur mundësi për të qenë në profesionin e tyre, ata zgjedhin në forma të tjera alternative, të cilat do të japin të paktën ato të ardhurat për të jetuar dhe për të mbijetuar, sepse të gjithë e dim që shumica e studentëve nuk janë vetëm nga rrethja e Tiranës, por janë nga gjithë Shqipëria dhe ata që nuk janë nga Tirana vuajnë edhe fatura të tjera overcharge se sa mund të ketë një student i cili jeton në Tiranë dhe me familjen e tij. Kështu që ata zgjedhin alternativa që zotëria, zonjusha dhe zotëria këtu i din shumë mirë edhe ju dhe Kozeta, patjetër është fenomeni i famshëm i call centerit të cilët kanë një diplomë ndoshta juridiku, ndoshta letërsie, ndoshta gjuhë të huaja, që mund të jenë shumë funksional në atë të cilën ata kanë përfunduar, por që s'kanë çfarë bëjnë, do të shkojnë të gjejnë një... Ndoshta vendi i tyre origjinës ka nevojë për profilin e tyre të punës, por dëshira për të jetuar të gjithë
metropol, pastaj është çështje tjetër, askujt nuk i mohohet kjo e drejtë. Nuk i mohohet, sepse kjo është një drejtë kushtetuese, ti mund ta zgjedhësh ku të duash. Po nga ana tjetër, nëse do të mos punosh të rjetën, që të bësh punën që do, mund t'i ta bësh edhe atje ku ka nevojë për mjek, ku ka nevojë për jurist, ku ka nevojë për ekonomist. Ti kthehemi pyetjes që më drejtuat, sa janë të vetëdijshëm dhe sa janë të ndërgjegjshëm të gjithë të punësuarit për të drejtat edhe detyrimet e tyre, por mbi të gjitha për të drejtat e tyre. Në disa raste ka të punësuar që e din shumë mirë gjithë të drejtat e tyre, din të zbatojnë edhe rregullore në institucionit ku bëjnë pjesë, njëkohësisht kanë edhe informacion mbi kodin e punës, sepse nuk është e thënë të jesh jurist që të kesh informacion mbi kodin e punës, të mjafton të shkosh ta blesh në një librari ku mund të shitet, ta lexosh, është shumë e qartë e kuptueshme për të gjithë personat. Ndërkohë që nga ana tjetër ka edhe të punësuar, të cilët janë ata në thonjza të friksuarit, që janë me frikën, duhet ta bëj këtë sepse pastaj mua do të më heqin. Duhet të sillen kështu sepse ndoshta më japin një vërejtje, ose duhet të reagoj në këto forma sepse unë nuk kam çfarë të bëj, nuk kam ku të shkoj, kam fëmijë. Ta bëj konkrete duke qenë se unë kam shumë merak që njerëzit që na shohin të na kuptojnë. Unë punoj në një kompani private, e kam rrogën 80.000 lekë, por për çështje taksash dhe sigurimesh, punëdhënësi më deklaron me sa është paga minimale, 21-22.000 lekë, ku diun, 22.000 lekë. Tani, në momentin e prishjes së kontratës, çfarë mund të bëjë me këtë dy borderon time? Kam të drejtun të kërkoj dëmshpërblim, të shkoj në gjyq, pse unë e njoh kodin e punës, po çfarë drejshin mund të bëj me këtë sistemin e dy borderove që kam? Kjo është një vërtet një problem shumë delikat në Shqipëri. Po, këte ka të reqereku i punëmarrësve dhe punëdhënësve në Shqipëri. Po thuaj se 2/3 e kompanive që operojnë në fushën e biznesit privat funksionojnë me dy bilance, tashmë është e ditur me atë që është i deklaruar dhe me tjetrin që i takon pjesës së tyre. Na i njerëzit e lënë në mes këtë rrugë, se s'kan çfarë të kërkojnë. Është një pyetje që tamam labirint si edhe zonjë. Ndoshta kam fatin që punoj një kompani gjigande dhe nuk kemi probleme të tilla. Shqyre dhe unë për këtë lutem për ditë. Nuk kemi probleme të tilla, por du t'i them edhe në fillim diskutimit. Gjë e parë që thame e bëm me zi tregun e punës. Në momentin që ne bëjmë zi tregun e punës, në momentin që ne themi që nuk ka punë, automatikisht ne këto person që janë të punësuar i kthejmë në skthevër të punës. Sepse jemi ne vetë që i friksojmë këto persona. Ule koken, puno, mos fol, mos u anko, sepse është zi tregu i punës. Jo, ne nuk tham këtë. Dhe ne këto persona që në fillim, edhe që në fillim të emisionit panelit ku jemi, ne këto persona i burgosem le të themi. Ne duam të çlirojmë, duke ngritur çështjen ne duam të çlirojmë. Komplet ndryshe. Okej, do flasim për motivimin, por nganjëherë motivimi vret kreativitetin. Dhe në kompani enterprise dhe në kompani në një vend në zhvillim siç është Shqipëria, më shumë se sa për punë, hard working, punë të thëdhuar, kemi nevojë për kreativitet. Kemi nevojë që të nxjerrim ca risi, kemi nevojë që të çajmë në punë. Dhe mos kthehemi tek ajo pjesa që përdorimi vetëm për fasoneri dhe tek ajo pjesa që përdorimi vetëm për call center. Dhe është nxirja që ne i bëjmë situatës në Shqipëri, që ne i kushtojmë rininë e sotme. Absolutisht. Po nëse unë jam një person që kam investuar shumë te kompania ku punoj, këtu ku punoj, kam investuar, jam rritur, ç'ës kam bërë, kam sakrifikuar etj. Tani vjen Eltoni dhe pse është nipi yt, që je, ku diun se kush je, do ta ngresh në përgjegjësi etj, por unë jam e detyruar të ri sepse më rrezikohet puna etj. A nuk jam unë një person i shtypur në rast të konkret, pavarësisht se me dashjen time dhe me vullnetin tim të lirë. Mungesë meritokracie. Jo, unë nuk jam dakord që ngritja e problemit dhe thënia troçe e problemit e pengon shqiptarin në këtë rast. Përkundrazi i jep zemër. Tani të kthehemi tek dy bilancet edhe të deklarimi i pagës në një mënyrë korekte. Është faji i punëmarrësve, i punëkërkuesve shqiptar që pranojnë të firmosin një kontratë tjetër dhe të paguajnë në një formë tjetër. Sepse të thotë po deshëri, po deshi ik. Janë të dy fajtorë. Jo, unë mendoj që janë të dy fajtorë në këtë drejtim. Unë kështu mendoj sepse kam parë raste vetë nga punëkërkues që më kanë ardhur në intervistë dhe më kanë thënë, nuk ka problem, mund t'i thuash klientit që unë pranoj të deklaroj me pagën minimale. Pse duhet ta thotë gjë vetë, kur nuk po ja thotë punëdhënësi? Dëgjoj, pra është kjo në mundësi. Ka disa raste ku vetë i punësuari kërkon
që të marri sa më shumë para në dorë Edhe kjo, dhe të shmangi atë pjesën në ndoshta të dhëni të kontributeve në një vlerë më të madhe se sa ajo minimalja. Edhe të rinjt. Kishim një rast ne për një klient që ishte një customer care, shërbim ndaj klientit, që nuk pranonin, tu paguanim sigurime shoqërore, thash, ore zotëri, po deshe bëhe punën, po deshe largohu. Ne sigurimet shoqërore dhe shëndetësore kemi detyrim ligjor, jo po s'merr vesh gjë klienti se është jashtë. Me kupton, do të thënë që ku ka arritur dhe janë të rinj, janë 23 vjeçar, që kanë këtë mundësi. Pra është mirë që këto emisione të përsëriten dhe të thuhen të roç dhe aq errët sa janë, se vetëm në këtë mënyrë mund të ndryshojmë. Në qoftë se do ta themi demotivim ka kudo, në çfarë do lloj gjëje, që tek mënyra që ty kolegja që është favorite e shefit thotë u çfarë parfumi ke hedhur ti sot, demotivim është, sepse të denigron ty. Ti vjen, mendon që je bërë e mirë, je plot energji për të ardhur në punë, për të dhënë më të mirën tënde, ku shikon që, si themi, një servile e shefit të thotë këtë gjë të prishet dita, dhe në fund fare kërkot llogari dhe për punën e serviles. Po jo, duhet thënë tamam, të rikohet edhe për këtë, dhe madje pse e shtrembër servilen që doli për drek me shefin. Pikrisht, është realiteti, edhe në kompani shumë serioze. Edhe në kompani shumë serioze. Deri në këto nivele bisede. Jo, dhe një gjë tjetër, jo, duhet thënë troç, edhe çështjet e antenave, edhe çështjet e radioaktivitetit në punë. Nuk duhet përmendem nga kompanish, ata duhet të japin shumë kujdes ndaj shëndetit të punë kërkuesit, atij që bën punë. Po këtu në Shqipëri as kjo nuk njihet fare. Duhet ta kontrollojnë shteti. Ka një institucion që duhet ta kontrollojnë. Kompanitë mbaja shoj. Ky është keq trajtim dhe nuk është fare ster. Ideja asaj që thash unë është të keq kuptuam. Realiteti është i zi. Por duke u nxirr realitetin atyre personave që sapo janë punësuar, ata nuk marrin dot zemër, të nxjerrin të vërtetën në shesh, nuk marrin dot zemër të ankohen. Nuk marrin dot zemër që atë punëdhënësin ta çojnë në gjykatë dhe t'i thotë që nuk pranon të ma paguaj rrogën me bordoro dhe nuk pranon të më paguaj të gjitha sigurimet. Shteti ka vënë një website që mund të denonconi korrupsionin. Po është shumë funksional. Domethënë besmirë ke fjalën që krijon një perceptim i përgjithshëm në shoqëri, i cili na ndikon mënyrën se si ne mendojmë. Jo, ne po themi pse kjo duhet të ndodhi, pse nuk duhet ta bëjmë pikërisht këtë. Ndoshta ne duhet që të nxisim shoqërinë ose të nxisim rinin, se rinia është ajo pjesa ndoshta më delikate tani, që pranon thjesht ketë një punë, pranon çdo lloj rroge, pranon çdo lloj kushti. Ne duhet t'i bëjmë thirrje këtyre personave që ju lutem mos e pranonin gjë të tillë. Ju lutem ankohuni tek instancat përkatëse. Pra, jo të themi që po le punën do ngelesh pa punë. Jo, nuk do ngelet pa punë, por patjetër duhet që të ngrihet zëri dhe të tregojë realitetin. Në fakt, Kozeta, po do doja të shtoja diçka. Do të ishte shumë mirë që përveç ne që jemi pjesëtar të panelit sot, të kishim edhe zërin real të këtyre të punësuarve ose edhe të rinjve, të cilët janë të punësuar. Sikur në faqen tuaj në Facebook të kishit bërë një anketë të vogël që cili nga ju punon në profesion për të cilin ka mbaruar shkollën, një anket interesante që do të na ndihmonte edhe ne me shifra dhe me statistika për të s'është fare çështje shifrash dhe nuk është fare çështje statistikash. Nëse un kam mbaruar gazetari dhe punoj në call center, është një gjë që apo kudo, apo në fasonerie, është një çështje që e kam zgjedhur unë personalisht dhe unë nuk ankohem pse po punoj në call center, pra për specifikën e punës, pse un jam jashtë profilit tim të punës. Un po ankohem sepse më nxjerrin shtunën dhe dielën në punë, pse nuk më paguajnë, pse më mbajnë jashtë orarit, pse më ngacmojnë seksualisht, pse më detyrojnë të bëj gjëra që nuk dua t'i bëj, pra unë nuk po ankohem se s'po punoj në profilin tim të punës. Kjo është një marrëveshje që unë e kam bërë dhe jam shumë rregull të punoj derisa të lirohet një vend për gazetare që unë të kthehem në profilin tim. Unë po flas për punën që bëjmë brenda institucionit që punojmë dhe mënyrën se si na trajtojnë aty brenda, mirë, keq, na rrisin apo jo, dhe sa e rëndësishme është që të na thonë një herë drejtë e mori që shumë mirë ke punuar sot, përveç se që ti s'bën etj. Disa fjalë kyçe që janë shumë të rëndësishme. Ajo që shpesher menaxherët harojnë është që nuk janë aty, le të themi, vetëm në rolin e ngushtë të supervizionit, pra u la një detyrë dhe u krye kjo detyrë, por kryesorja që nuk duhet në asnjë moment ta harojnë është që nga ana e tyre nevojitet shumë energji, shpesher dhe sakrificë, sepse dhe menaxherët janë po njerëz si ne, që mund të kenë patur një ditë jo dhe aq të bukur dhe ata, mund të kenë patur vështirësi të ndryshme, por nuk duhet neglizhuar pjesa e coaching, nuk duhet neglizhuar pjesa e mbështetjes, pjesa e dhënies së sigurisë që dakord, kjo është përgjegjësia jotja dhe unë do kërkoj
në fund të varet se çfarë afati është lënë, do kërkoj që të jetë bërë kjo detyrë, megjithatë mos haroj që jam dhe unë këtu dhe mund të mbështes. Domethënë gjithmonë të lihet hapur dera për pyetje, për sugjerime, për një ide ndryshe, për një mbështetja në aspektin menaxherial është shumë e rëndësishme dhe është pjesë e motivimit, pra ndihesh mirë kur e di që puna ime do vlerësohet dhe kam të bëj me një person që dhe i di vlerat e mia dhe kemi ndarë disa gjëra. Prandaj kam përshtypjen se fillon shumë edhe tek njohja e punonjësve. Domethënë, në fakt tema e motivimit është një temë shumë e gjerë dhe shumë e bukur, ku nuk mund të ezaurohet brenda një emisioni. Megjithatë, le të themi të paktën 2-3 gjëra. Tonin e kemi emisionin. Sinqerisht është një temë që vlen të diskutohet dhe vlen që dhe të mendojmë se si në rastin shqiptar duhet të le të themi të edukohemi ndryshe. Po flas dhe punonjësit dhe menaxherët. Ne tani, më fal Katerin. Ne tani jemi duke folur për punëdhën, më falni, për punëmarrësin, se si punëmarrësi duhet të jetë më i angazhuar për të kuptuar veten e vet. Pyetja ime është kjo: a e kupton një menaxher, një sipërmarrës etj, që motivimi im në punë ndikon edhe te performanca ime, që mund të bëhet më e mirë dhe që në fund mund të përkthehet sukses për sipërmarrësin? Thjesht i bien rrugës së shkurtër që mendojnë se frika është motivimi i njeriu. Frika, edhe nëse është për pak, nuk është për afatgjat, sepse do ta bësh një ditë sepse ke frikë, do ta bësh një ditë sepse nuk do të dëgjosh zë të ngritur. Nuk do i vazhdosh të jesh motivuar që të shkosh edhe nesër dhe të ofrosh dhe atë cilësinë e duhur. Një menaxher që performanca ime e mirë dhe motivimi im përkthehet në sukseset e për të, jo vetëm për mua individualisht. Patjetër që kanë, domethënë kur tham në përgjithësi, nuk tham se s'ka asnjë rast pozitiv, se ndoshta u keq kuptova. Tani ka menaxher shumë të suksesshëm në Shqipëri që dinë të menaxhojnë mirë, që stafi është shumë i lumtur me ta, domethënë që kanë dhe atë paralel management, që quhet hierarkin paralele, që ata bëhen pjesë e grupit. Dhe ne kemi para raste të tilla, unë kam pasur fatin të intervistoj dhe të punësoj në kompani të tjera, kanë qenë histori suksesi. Po në përgjithësi, duhet të kthehem prapë te mentaliteti ynë, vendas është ata e shikojnë si dobësi, në përgjithësi e kanë vënë sidomos meshkujt, se femrat janë menaxhere më të mira, më të zonja në Shqipëri. Janë më të afta për të lënë hapësira për të bërë punën si duhet. Se kanë intuitën. Kanë intuitën e kanë edhe ato ndoshta. Kanë edhe emocionale, kanë anën njerëzore që është shumë e rëndësishme. Kurse mashkulli nuk e imagjinon dot, domethënë ti kthehet varci dhe ti thotë që të lutem e ke gabim, mund të ndodh. Varcet e mia më thonë, koleget e mia, unë nuk i quaj kur varce, koleget e mia gjithmonë më thonë, Elton e ke gabim, nuk bëhet. Dhe unë mendohem 5 minuta dhe them ok, ke të drejtë, nuk bëhet. Nuk është fundi botës që një kolegu yt ose një varc yt të thotë ke gabim. Në shkallë hierarkike që mund të jetë në ju. Të ndihmon, nuk e pranojnë dot. Duan që çdo gjë ta shesin te eprori vet sikur e kanë bërë vet. Dhe sklevrit poshtë janë thjesht persona kukulla që mund të hiqen. Unë jam habitur me një menaxher që i thoshte pronarit të kompanisë që nuk ka problem se këta mund të zëvendësohen. Një muaj punë i gjejmë të tjerët. Edhe isha në atë takim dhe unë ndjeva në siklet dhe sinqerisht e humba atë klient sepse jam pak i krisur në këtë drejtim që nuk pranoj dot të i shërbej një kompani me mentalitet të tillë. Sepse i bie që ato që do ta çoj atje si kandidat do më mallkoj pas 6 muaj. Do më thotë Elton, çfarë më bëre? Në fakt, a e kupton kompania çfarë kosto ka kjo? Një muaj, 2 muaj të trajnosh nga fillimi. Asnjë kompani nuk ka luksin, që të marrë një staf as për 1 muaj, as për 2 muaj, as për 3 muaj. Po nuk e kuptojnë ata. Në momentin që një kompani investon tek burimet njerëzore, bën një plan disa vjeçar. Dhe këtë person që e përzgjell don ta mbajë sa më gjatë. Në teori po. Në teori dhe në praktik deri diku. Tani kështu duhet ta bëj Besmir apo kështu bëhet? Atëherë do të bëjmë që në fillim do të bëjmë një ndarje kompanish. Kemi kompani thjesht emra që punojësit i përdorin si sklever dhe janë fasoneria që mund të themi kanë 150 punojës dhe deklarojnë vetëm 50 ose 5 që deklarojnë vetëm familjen e vet. Kemi edhe pjesën tjetër të kompanive që janë kompani serioze dhe që realisht duan të investojnë tek burimet njerëzore. Dhe realisht ka shumë kompani në Shqipëri që investojnë tek burimet njerëzore. Asnjë menaxheri, sepse doli sikur menaxherët janë ato gogolët, janë ato të këqinjt, asnjë menaxher nuk don të ketë probleme me stafin. Asnjë menaxher nuk do, po nuk e kupton. Këtë po diskutojmë nivelin dhe shkallën e ndërgjegjësimit. Një pikë që problemi që nga tek menaxhimi, tek menaxheri. Të menaxherit vet. Kurse kjo është 100% e ndërthurur.
punojësi me menaxherin. Janë kolegë. Nuk kemi në Shqipëri kompani aq gjigande sa menaxheri mos ketë kontakt ditor, jo ditor, kontakt pothuajse gjatë gjithë ditës në njëjtën zyrë me kolegë. Dhe s'mund t'i thush në vartës përderisa me një person rrin gjithë ditën, përderisa me një person bën bashkarisht, ndahen bashkarisht gjithë punën. Nuk është tamam një vartës që ti do i bash presion. Masanë në Shqipëri ka një gjë që mos më pëlqen. Mënyra punës ose mënyra motivimit është mes shkopit dhe karrotës. Pra, benefitit ose një bonusi dhe nga ana tjetër presionit, deadline-eve ekstreme, do të largoj nga puna, po su bë për kaq kohë ti nuk je pjesë më kompaniisë dhe unë jam për asnjërin, realisht. As për motivimin që në çdo punë të mirë që ti do bësh, do të jap diçka. Dhe as për tjetër. Jo, puna e mirë brenda profilit tim të punës dhe brenda kohës time të punës është detyra ime. Ndërsa unë ta hape para derën dhe ta mbyllë fundit, nuk është vetëm çështje për cilësi e pune, është çështje motivimi financiar. Themi përveç rrogës. Themi për bonuset që merren përveç rrogës. Pra, brenda kohës time të punës, sigurisht që ju do kërkoni cilësi të punës time, por nëse unë jam personi i parë që hap derën dhe jam e fundit që e mbyll, patjetër që do më detyroheni edhe një pra jashtë orarit. Edhe një është normale. Të gjithë në Shqipëri benefit financiar, apo jo? Mos ta thash edhe një herë, kam luksin dhe flas rahat sepse nëse edhe 10 minuta në vartësim punon i paguhet ai 10 minuta. Dakor. Dhe kjo është ndoshta edhe arsye që un jam komod kur flas si menaxher i kompanisë përkas. Po patjetër se ti po sjell shembullin ton personal dhe ne të përgëzojmë për këtë gjë. Dhe ide është e tillë. Nuk është ky realiteti. Ide është e tillë. Po më besoj se një i kundërti që punon në një kompani tjetër, nuk vjen këtu të thotë që po unë e shtrydh dhe nuk e jap parat, nuk ulet dot aty. Duhet t'i nxisim dhe tjetër. Sigurisht do vi njëri që e bën, se njëri që se bën nuk vjen të ulet e thotë, po është e vërtet, unë i sklavëroj nga fillimi deri në fund edhe nuk bëhet më fare se dukesh që ti e bën këtë gjë se je njëri shumë pozitiv. Më thëmë, më lejo të them edhe një përshtypje si rekrutues, më thëmë që je një menaxher shumë i zotit. Po ka persona që janë, dhe dua të them diçka, përgjithsisht bëhet nga meshkujt, por më lejoni të them edhe një detaj, që kur janë femrat menaxherë të këqija, janë super të këqija. Njoh 2 prej tyre në tregun e punës së Shqipërisë që janë të tmerrshme. Dhe i bëjnë dhe meshkujt të rinë drejt dhe të trembur dhe të shikojnë orën dhe që të gjithë kthehen orën 5:30 në atë kompani, që të mbushin formular dhe dalin orën 9. Imagjinon do të dalësh në orën 21 nga puna, çfarë do të thotë që ti nuk ke fare jetë. Ti thjesht duhet të shkosh të flesh gjumë, të kapësh krevatin sa më parë. Dhe nuk e ka as për fëmijët, as për bashkëshorten, as për shoqëri, as për asgjë. Dhe të shtunën ke frikë mos bie telefoni. E kupton, domethënë nuk është ster, nuk po e nxij unë. Ky është realiteti. Të ndëjturit jashtë orarit të punës është kthyer në mod shumë të keqe. Ose për shembull edhe kur unë do doja në fakt, po Vera. Po, do doja ta fokusoja në fakt bisedën në një aspekt tjetër. Marrëdhëniet e punës, sikur se e thash dhe në fillim, nuk janë vetëm delikate, por janë shumë komplekse. Vërtet po flasim për kompani private, për biznese që operojnë në Shqipëri, por nuk duhet të harrojmë se të gjithë këta janë të rregulluar nga shteti, dhe nga ligjet, sepse dihet që shteti është rregullatori më i mirë, i cili i çon në vendet e duhura, në pikat e duhura, të gjitha procedurat dhe proceset e këtij Të shumë besoj të ligjit i Vera? Unë jam avokate dhe sigurisht që besoj të ligji, dhe në radhë të parë vetëm ligji dhe pastaj gjërat e tjera. Pra është shumë kompleks. Kemi të punësuarin. Pse ka njerëz të kaq të pakënaqur kur ligji dhe shteti rregullon të gjitha, pse kemi kaq njerëz të pakënaqur këtu është halli. Më lejo ta them edhe këtë. Kemi të punësuarin, kemi kompanin që e merr këtë të punësuar, e rekruton dhe e vendos në burimet e tij njerëzore, dhe kemi nga ana tjetër shtetin. Konkretisht Inspektoratin Shtetëror të Punës, i cili është institucioni kompetent për të ruajtur ligjin e punës dhe për të bërë kontrollet e duhura periodike në të gjitha, jo vetëm në institucionet shtetërore, por edhe në bizneset private që janë pjesë e tregut punës. Diçka ka që nuk shkon, sepse përderisa kemi gjithë këto shqetësime, ankime, çështje në gjykatën administrative, çështje pune, të larguar nga puna, atëherë diçka nuk shkon. Dhe mendoj që ngërçi mund të jetë në radhë të parë
tek ai institucioni që ka në dorë për të rregulluar ligjin, për ta mbrojtur dhe për ta vënë në zbatim, dhe pastaj është edhe kompania konkrete, sepse duhet të dim çfarë kërkon kompania nga punonjësi vet. Ka kompani që e ka nivelin deri këtu. Unë dua që punojësi të më vi, të më bëj punën, të marri rrogën, të iki. Nuk dua as të motivoj, as të çoj më lart, as të jap trajnime, as të çoja shtetit, as të jap asnjë gjë. Ka kompani të nivelit ndoshta të besmirit, të cilat duan të rrisin burimet e tyre njerëzore. Pra, rekruton punojësin, ose siç janë edhe bankat, rekruton punojësin në një pozicion të vogël fillimisht, me kalimin me kalimin e kohës, e trajnon personalisht. Pikërisht, e trajnon, investon të këta punonjës dhe kur e shikon që aty ka brum për të përpunuar dhe për të dhënë pastaj sukses për kompaninë, atëherë i rrit shkallët e karrierës. Pra, mendoj që kompanit duhet të ndahen nga njëra tjetra dhe nga ana tjetër edhe ky institucioni shtetëror që ka ligjin në dorë, duhet patjetër të bëj kontrollet e tij në të gjithë tregun e punës. Po si mund të ndahen kompanit? Kompanit mund ndahen në të mëdha, në të vogla etj, po ligji është njësoj për të gjithë. Nga ana tjetër, ligji ka shumë hapësirë. Të them edhe këtë, i dim tashmë edhe problematikat e biznesit, të mos themi që vetëm bardhëzi, por e dim problematikat e biznesit në Shqipëri, ka kompani të cilat janë në faliment, ka kompani të cilët janë në vështirësi të mëdha ekonomike dhe financiare, dhe pikërisht për këtë duhet të mendojnë punëmarrësit e tyre, se si të dalë kompania nga falimenti dhe nga borxhet. Ata mendojnë të ulin kosto. Të ulësh kosto do të thosh të ulësh pagat. Pra ti e demotivove punonjësin tënd, sepse ai s'ka çfarë të bëj. Ose do shkojmë tek ajo që thatë ju që në fillim, më fal Besnir, ta mbaroj, ose do shkojmë tek ajo që thatë ju në fillim, që paga do të merret një herë në 6 muaj. Do apo s'do do rish në punë, se po ike nuk merr as muaj që ti ke punuar. Besmir, ta mbash mend këtë që sapo the, se me që jemi duke folur për paga, për pavarësi ekonomike, jam e detyruar të respektoj pak hapësirën publicitare. Ka publicitet.